Ai përshkruaj si ushtari I pamposhtur, vetë trupi I tij mbante dëshminë e betejave. Për më shumë se 5 dekada dhe 2 luftra botërore, Sir Adrian Carton de Ward humbi një sy, një dorë, u qëllua në kokë dhe në stomak, mbijetoi rrëzime avionësh, u arratis nga kampet e burgimit dhe gjithmonë u kthye përsëri në betejë. I lindur në Bruksel në vitin 1880, në një familje aristokrate të pasur, Adrieni u rit me të gjitha privilegjet e një elite transevokiane. Megjithatë, në vitin 1891, Carton de Ward u dërgua nga njerka e tij angleze në shkollën oratoriane katolike romake në Angli, një institucion elitar me konvikt. Më pas, ai u regjistrua në Balliol College në Oxford, por karriera e tij akademike ishte jetë e shkurtër. Kur shpërtheu lufta e dytë boer, rreth vitit 1899, ai braktisi jetën universitare dhe u regjistrua në ushtrinë britanike. Duke fshehur identitetin dhe moshën e tij të vërtet, ai u regjistrua me emrin Trooper Carton dhe pretendoi se ishte 25 vjeç. I vendosur për të parë luftën nga afër, guximi I Adrienit ishte I menjëhershëm dhe I pamatur. Ai u plagos në stomak dhe në nyje në fillim të luftës, kontakti I parë nga shumë të tjerë me vdekjen. Por në vend që ta dekurajonte, kjo përvojë konfirmoi atë që do të bëhej pasioni I tij I përjetshëm. Lufta, rreziku dhe emocionet e guximit personal. Pas rikuperimit në Angli, ai u kthye për pak kohë në Oxford, por e braktisi përgjithmonë, duke ju përkushtuar plotësisht jetës ushtarake. Vitet që pasuan e çuan në Indi dhe më pas në Somalilandin britanik në vitin 1914, ku mori pjesë në një ekspeditë ndëshkuese kundër udhëheqësit dervish Muhammad Abdullah Hasan, I njohur edhe si Mullai I çmendur. Gjatë një sulmi mbi një fortesë armike në Shimberis, ai u godit 2 herë në fytyrë nga të shtenat, duke humbur syrin e majt dhe një pjesë të veshit. I fashuar dhe I përgjakur, ai refuzoi të evakuohej derisa beteja përfundoi. Ai do të mbante një fash të zezë në sy për pjesën tjetër të jetës, duke u bërë menjëherë I dallueshëm prej saj. Fushata në Somali I solli dekoratën e parë të rëndësishme ushtarake, por më shumë se kaq, ajo forcoi reputacionin e tij si një udhëheqës I patrembur dhe këmbëngulës. Me shpërthimin e luftës së parë botërore, Carton de Ward u dërgua në frontin perëndimor me Royal Dragoon Guards, përpara se të kalonte në role komanduese nëpër logore. Pikërisht këtu, mes Baltës dhe mjerimit të Francës dhe Flandrës, qëndrueshmëria e tij pothuajse mbinatyrore u vu në provë vazhdimisht. Ai mori pjesë në disa nga betejat më brutale të luftës. Brenda 4 viteve, ai u plagos jo më pak se 8 herë. U qëllua në kafk dhe në kyçin e këmbës në betejën e Somme. Mori një plumb në këmbë në Passchendaele, u plagos në këmbë përsëri në Cambrai dhe u godit në vesh në betejë në Arras. Dora e tij u shkatrua nga copsat e një granate. Dhe kur një mjek hezitoi t'i amputonte 2 gishta të coptuar, Adrieni I preu vet. Pjesa tjetër e dorës ju amputua më pas. Ai më vonë do të thoshte me humor se e kishte gjetur gjithë këtë përvojë mjaft argëtuese. Kur u qëllua në kokë, në kyç, në këmbë, në I dhe në vesh, ai u kthye në front pas çdo plagosjeje. Deri në vitin 1916, ai kishte humbur tashmë një sy dhe një dorë. Megjithatë, ai u promovua në brigadier dhe mori komandën e brigadës së 12. Në betejat e Somme dhe më pas në Passchendaele, ai ishte gjithmonë në vijën e parë. Ai udhëhiqte trimërisht, plotësisht I pandikuar nga rreziku përreth. Një bashkohës shkroi se ai lëviste në fushën e betejës me qetësinë dhe përpikmërinë e një njeriu që luan golf. Ushtarët nën komandën e tij më vonë do të flisnin për të me një përzierje admirimi dhe mosbesimi. Vdekja duke I se anashkalonte. Në korrik të vitit 1916, gjatë betejës së Somme pranë La Boisselle, Adrieni, atëherë nën koloneli përkohshëm, tregoi një trimëri të jashtëzakonshme që I siguroi kryqin Victoria. Tashmë I plagosur rënd nga betejat e mëparshme, ai udhëhoqi sulme të përsëritura në zjarr të rënd, duke motivuar personalisht njerëzit e tij dhe duke shtyrë përpara sulmin.
Për disa ditë me radhë, ai u ekspozua ndaj rrezikut të vazhdueshëm dhe madje edhe pasi u plagos në kokë, refuzoi të tërhiqej derisa pozicioni të ishte i sigurt. Udhëheqja e tij e patrembur dhe refuzimi për t'u dorëzuar ishin thelbësore për suksesin e operacionit dhe frymëzuan thellësisht ata që shërbenin nën të. Në fund të luftës, ai ishte plagosur aq shumë sa vuante nga shurdhimi i pjesshëm, shpërfytyrimi i fytyrës dhe pa aftësi e përhershme. Por për të ishte thjesht pjesë e detyrës. Në kujtimet e tij, Happy Odyssey, ai shkroi fjalët e famshme: "Sinqerisht, më pëlqen lufta." Pas përfundimit të luftës së parë botërore, ai u caktua në Poloni si drejtues i misionit ushtarak britanik gjatë luftës polako-sovjetike. Edhe pasi misioni përfundoi zyrtarisht, ai zgjodhi të qëndronte në Poloni, duke u vendosur në një pronë në lindje të vendit. Për 15 vitet e ardhshme, ai jetoi një jetë relativisht të qetë, duke gjuajtur, kalëruar dhe shoqëruar me elitën polake, ndërsa ruante lidhje jo formale me rrjetet diplomatike dhe ushtarake britanike. Por lufta erdhi përsëri, dhe me të edhe thirrja e detyrës. Në ditët e tensionuara para pushtimit gjerman të Polonisë në vitin 1939, Adrieni u takua me komandantin e përgjithshëm polak. Ai shfaqi një mendim negativ për gjykimin strategjik të Marshallit dhe rekomandoi një ripozicionim të madh të forcave polake në lindje të lumit Vistula për të forcuar mbrojtjen. Paralajmërimi i tij u injorua. Megjithatë, një këshill e tij u pranua pas shumë rezistence. Ai rekomandoi që anijet moderne të marinës polake të largoheshin nga Baltiku përpara se të bllokoheshin ose shkatroheshin. Ky plan u pranua dhe shpëtimi i disa destrojerëve dhe nëndeceve më vonë rezultoi i vlefshëm për përpjekjet e aleatëve në det. Ndërsa Blitzkrieg gjerman përshkoi vendin dhe Bashkimi Sovjetik pushtoi nga lindje, rezistenca polake u shem shpejt. Në mes të kaosit, Adrieni mori përsipër evakuimin e misionit ushtarak britanik nga Varshava së bashku me antarët e qeverisë polake. Ishte një tërheqje e rrezikshme. Në rrugë, kolona e tyre u sulmua nga Luftwaffe dhe gruaja e një ndihmësit të tij u vra gjatë bombardimit. Arritja në Rumani ofroi pak lehtësi. Duke përdorur një pasaport të rreme dhe guxim të jashtëzakonshëm, Adrieni arriti të arratisej me avion më 21 shtator, vetëm disa orë përpara se kryeministri pro-aleat i Rumanisë të vritej. Ishte një tjetër arratisje e ngushtë, në një jetë të mbushur me rrezik dhe vendime të shpejta. Ai ishte në fund të 50-tave, një moshë kur shumica e gjeneraleve janë në pension, por jo ai. Ai u rikthye në shërbim si drejtues i misionit ushtarak britanik në Norvegji gjatë fushatës së dështuar norvegjeze në vitin 1940. Në vitin 1941, fati i luajti një tjetër lojë të ashpër. Gjatë rrugës për në Jugosllavi, avioni i tij u rrëzua në mesdhe. Ai dhe ekuipazhi notuan deri në breg. Ai mbijetoi përsëri, vetëm për t'u kapur rob nga italianët. U internuan në një kamp pranë Firenzes. Ai bëri 5 tentativa arratisjeje gjatë kohës si rob lufte, përfshirë një që përfshinte 7 muaj gërmime të një tuneli nën kamp. Në përpjekjen më të guximshme, u arratis i maskuar si fshatar italian. Megjithse ishte 62 vjeç, nuk fliste gjuhën dhe ishte lehtësisht i dallueshëm me syrin e mbuluar dhe mëngën bosh, ai arriti të shmangte kapjen për 8 ditë përpara se të kapet sërish. Në vitin 1943, pas dorëzimit të Italisë, ai u lirua dhe u përfshi në negociatat për armëpushimin italian në emër të perandorisë britanike. Në të njëjtin vit, Churchill e emëroi përfaqësues personal në Kinë. Ai shërbeu deri në fund të luftës në vitin 1945, duke vepruar si lidhës në një rajon të përfshirë nga lufta civile dhe pushtimi japonez. Ai u takua me Mao Zedong dhe pa nga afër strukturat e brishta të pushtetit në lindjen e largët. Pas luftës, ai u pensionua me gradën general-lejtenant, por edhe në pension, rreziku nuk e la. Gjatë kthimit përmes Indokinës franceze, ai rrëshqiti në një qilim kokosi në Rangun, ra dhe theu disa ruaza të shtyllës kurrizore. Adrian Carton de Uyart u tërhoq në një jetë të qetë në Cork, Irland,
ku vdiq në moshën 83 vjeçare në vitin 1963. Në fund, historia e Adrian Carton de Uyart nuk është thjesht një tregim për luftra dhe plag, por një dëshmi e jashtëzakonshme vullnetit njerëzor. Ai nuk ishte vetëm një ushtar që mbijetoi, ai ishte një njeri që sfidoi vazhdimisht kufijtë e trupit dhe mendjes, duke u kthyer gjithmonë aty ku rreziku ishte më i madh. Për disa, ai mund të duket si një figurë e çuditshme, madje e pamundur për të kuptuar, por për të tjerë, ai mbetet simboli i guzimit të pastër dhe i vendosmërisë së palëkundur. Pas gjithë atyre plagëve, humbjeve dhe përballjeve me vdekjen, ajo që në historinë e tij kaq të fuqishme është fakti se ai nuk u ndal kurrë. Ai jetoi jetën sipas rregullave të tij, duke e parë luftën jo vetëm si detyrë, por si një sfidë që e përcaktonte. Dhe ndoshta pikërisht këtu qëndron misteri më i madh i tij. Si mund një njeri të kalojë nëpër kaq shumë dhe të vazhdojë të ecë përpara, pa u thyer kurrë? Adrian Carton de Uyart mbetet një nga figurat më të jashtëzakonshme të historisë ushtarake. Një njeri që i mbijetoi asaj që për shumicën do të ishte e pamundur. Dhe ndoshta, në fund të fundit, ai nuk ishte thjesht një ushtar i pamposhtur, por një dëshmi e gjallë se sa larg mund të shkojë njeriu kur refuzon të dorëzohet.